U rikthyem sërish live të nderuar dëgjues, jemi në linjë drejt për drejt me zotin Altin Hoxha, antar i Komisionit të Autoritetit Dosjeve. Përshëndetje zoti Hoxha. Përshëndetje për ju dhe gjithë dëgjuesit tuaj. Faleminderit për gatishmërinë tuaj për të dhënë përgjigje gjithë opinionit publik në mënyrë të veçantë kategorive të përfshira nga ngjarja më e fundit që ka ndodhur, besoj jeni ndjeni. Për rastin Velo. Po. Altin, si interpretoni ju këtë situatë e krijuar si autoriteti më i lartë në dhënien e informacionit për cilin bashkia pretendon se e ka marrë të pastër dhe ka vijuar më tej me procedurën e saj? Atëherë, në mënyrë fare koncize, unë po them dhe po pasqyroj që bashkia e Lushnjës i është drejtuar autoritetit dhe ka përcjell një shkresë të një organizate të veteranëve tek autoriteti dosjeve. Autoriteti dosjeve, sipas të gjitha protokolleve dhe sipas të gjitha akteve normative që ka ngritur për këto çështje, ka kryer gjitha verifikimet për të zbatuar gjitha detyrimet ligjore dhe në përfundim, lidhur me ligjin 93/2022 që është përstituit vendor dhe për emërimin e hapësirave publike, e cila detyron autoritetin të evidentojë vetëm nëse subjektet kanë qenë ose dhe mëtej në nenin 30 të ligjit ton bazik, ligjit 25/2015 për të verifikuar për pozicione të larta që mund të ketë përfatur në administratën antari i Komitetit Qendror, ministër, kryetar gjykatash, kryetar degës, kryetar dhe antar të Komisionit Qendror të dobimit internimeve, sekretari parë, edhe shumë funksione të tjera që në ligj janë të detyruara për të informuar nga autoriteti dosjeve. Lidhur me rastin konkret, asnjë nga këto pika nuk ishte për rastin Velo. Dhe më pas iniciimeve të media, është konstatuar se zoti Velo ka qenë kryetari i Komitetit Ekzekutiv, të restitusi dhe njëkohësisht kryetar i Komisionit të dobimit internimeve po në këtë rreth. Nga pikpamja ligjore, edhe autoriteti dosjeve kanë zbatuar ligjin, ndërsa nga pikpamja morale mendoj që ligji ka nevojë të rishikohet, ligji ka nevojë të ndryshojë dhe këto pozicione, sidomos për rastet kur kemi të bëjmë me dhimbje të familjeve të cilat kanë vuajtur gjatë regjimit komunist, me familje të përndjekura, të internuara, rastet të tilla nuk duhet kurrësi të ndikojnë për zbytje në jetët e tyre. Kështu që duhet të ketë ndryshime ligjore dhe duhet që ligjit ne do të propozojmë ndryshime ligjore që të kalojë edhe në nivelet lokale, jo vetëm antarët e Komisionit Qendror, po edhe të komisioneve lokale në përrethje të ndryshme, do të propozojmë që e verifikimeve nga autoriteti dosjeve. A keni patur një rast më parë të ngjashëm me këtë zoti Hoxha? Dhe si e keni trajtuar? Po, sigurisht autoriteti dosjeve ka kërkesa nga të gjitha bashkitë. Në fakt, unë sjell në vëmendje jo të gjitha bashkitë e respektojnë një lloj këtë detyrim ligjor, shpeshherë vetë këshillat bashkiake apo drejtues të pushtetit lokal i kalojnë këto në komisionet e tyre për karta apo në këshillat bashkiake pa marrë më parë një verifikim tek autoriteti dosjeve. Ka patur raste, shumë raste të tilla, ka patur raste që ne të ngjashëm pikërisht të çfarë ka me rastin konkret.
por ne kemi verifikuar, kemi gjetur të dhëna, kemi informuar dhe ndoshta informacioni jonë kanë ndikuar në vendimet e mëtejshme të Këshillave Bashkiake. Në bazë të shkresës që u keni dërguar ditën e djeshme, por dhe për një sqarim që keni bërë për opinionin publik, është një vendim që është marrë nga autoriteti duke riparë dhe njëherë situatën që u krijua pas daljes në dritë të dokumentave të reja. A mendoni se duhet të ketë ndryshim të qëndrimit nga Këshilli Bashkiak Lushnjë? Autoriteti u shpreh me një deklaratë publike në faqe zyrtare dhe direti ka dërguar një shkritje përfaqësuese të Pushtetit Lokal të Lushnjës me gjetjet dhe me qëndrimet e autoritetit. Besoj se në të ardhmen kjo çështje do të ketë një ridimensionim tjetër. Juve thatë që keni dërguar shkresë titullarëve të bashkisë. Në fakt, unë bërej me keqardhje një mungesë korrektësie në korrespondencën që mbahet mes institucioneve. Lançi ka bërë kërkesën pranë Këshillit Bashkiak për dhënë titulli qytetar nderi, ndërsa kërkesa u vjen nëpërmjet bashkisë. Si e interpretoni këtë kalim kompetencash ose ndërhyrje në komunikimet mes institucioneve? Nuk marr përsipër të komentoj një situatë të tillë sepse nuk e di eksaktësisht se si funksionon ligji për pushtetin lokal lidhur me të drejtën dhe kompetencën për të bërë kërkesë pranë autoritetit të dosjeve. Por autoriteti i dosjeve për aq kohë sa ka shqyrtuar kërkesën, ka shqyrtuar dhe ligjshmërinë e kërkesës dhe besoj që ka qenë brenda kushteve ligjore përderisa është trajtuar nga autoriteti i dosjeve. Pra, ajo që do të thoshja është që nuk mund ta ndajon faktin që është e drejtë e Këshillit Bashkiak, e kryetarit të bashkisë, e kryetarit të Këshillit Bashkiak, e prefektit, e anëtarëve të Këshillit Bashkiak për të bërë kërkesa të tilla pranë autoritetit. Në rasti konkret, kërkesa e për pranë autoritetit, përderisa ka marrë një përgjigje, ka qenë e ligjshme. Në gjykimin tuaj dhe referuar eksperiencave që keni në pozicionin e antarit të Komisionit të Autoritetit të Dosjeve, e shikoni të zgjidhshme këtë situatë në aspektin pozitiv? Si e shihni të ardhmen e këtij rasti? Ndoshta mund të ndërpriten valët. E kalojmë vetëm në audio, mund ta ndërpresim video vetëm në audio për të dëgjuar më mirë. Po, nuk e di nëse dëgjohet. Po, dëgjohet shumë mirë tani. Nuk po e. Edhe një herë ju lutem pyetjen se interpretimi juaj ose gjykimi juaj referuar dokumenteve të dalë në dritë dhe gjithë zhvillimet që mori kjo ngjarje, a mendoni se duhet rishikuar ky vendim i Këshillit Bashkiak? Për mua më e rëndësishme se sa rishikimi i vendimeve të Këshillit Bashkiak, e cila unë nuk mund të bëj sugjerime, qëndrimi kolegjial i autoritetit ka qenë tepër i saktë dhe tepër i qartë dhe i bërë publik ditën e djeshme. Por ajo që unë mund të them dhe ajo që ne diskutuam me shumë përgjegjësi dje gjatë ndërjes së autoritetit është që shikojmë që ka mundësi që ne t'i propozojmë parlamentit për rishikim të ligjit ton bazik dhe për më shumë përfshirje të më shumë kategorive në informimin mbi dhënien e titujt të nderit. Kjo ishte çfarë doli nga diskutimi jon që të shikohen dhe të ekzistenca e këtyre dokumentave të shikohet edhe në nivele lokale, jo vetëm në nivelet qendrore. Por momentalisht ligji ka këtë detyrim dhe ne kemi zbatuar këtë detyrim ligjor. Përfitoj nga rasti zoti Hoxha për të zgjeruar paksa pyetjen lidhur me një tjetër situatë. Kohët e fundit ka një vëmendje ndaj institucioneve që ju menaxhoni dhe një prej tyre është dhe ngritja e muzeve memorie të kujtesës kolektive ndaj regjimit komunist. A ju lejon ligji juve dhe institucionin tuaj
që të stimuloni ose motivoni ngritjen e këtyre muzeve dhe të pajisni ata me ato dokumenta që keni në arshivën tuaj për t'i patur jo vetëm si muze memorie, por edhe si atraksione turistike dhe për të rritur numrin e vizitorëve për pasojë të ardhët për të sjellë ndryshim ekonomik në zonat ku ndodhen ato. Kam parasysh këtu Savrin, Gjazën, Ferrasin, zona që ju i njihni se i kemi shkelur së bashku. Unë ju falenderoj për pyetjen, është një pyetje e cila vërtet është në fokusin e autoritetit. Ka patur ndryshime ligjore lidhur me pikërisht me këtë kërkesë tuajën, ku autoriteti në çështjet e edukimit qytetar dhe informimit është i fokusuar edhe në ekspertizën që mund t'i japi për ngritjen e muzeve të kujtesës, veçanërisht në vendet e vuajtjes të dënimit. Dhe siç ju e thatë shumë mirë, Lushnja është një nga vendet më të spikatura ku kampet e internimit pothuajse në tjenin time në mos gaboj 11 të tillë në fshatrat të ndryshme të Lushnjës kanë qenë më të përhapur se kudo tjetër. Kështu që autoriteti në këtë rast në ndihmë të pushtetit lokal dhe të Ministrisë të Kulturës, që e kanë jurisdiksion çështjet muzeale, mund t'i japi ekspertizën e vet për ndërtimin e tyre, për pasurimin e tyre, për pasurimin e dokumentave arkivore që gjenden në arkivat e autoritetit, qoftë edhe të dëshmive që autoriteti ka marrë nga persona që kanë qenë pjesë e kampeve të internimit, apo familjarëve të tyre, apo me çdo lloj dokumenti tjetër të siguruar me të gjitha hapësirat ligjore që autoriteti mund të sigurojë dokumentacion, dhe këto fare mirë mund të bëjmë pjesë e muzeve dhe jo vetëm që të tregojnë të vërtetën, jo vetëm që të pasqyrojnë të vërtetën, sado e hydhur që është ajo, duhet pasqyruar me vërtetësi dhe me realizëm, dhe vetëm kështu ato nuk përsëriten më të gjitha ato mizori dhe makabritetet që ato gjatë sistemit komunist. Kur e vërteta nuk shprehet ose nuk kujtohet, edhe hidhur qoftë ajo, ka shumë gjasa, sidomos e keqja të përsëritet. Në këtë aspekt autoriteti i dosjeve çfarë projekti ka nëpërduar kohët e fundit dhe sapo ndikon ai në moslejimin e përsëritjes së të këqijave kolektive të aspektit që sapo përmendëm. Zoti Bylik Basi, edhe një herë unë ju falenderoj si një zë i fuqishëm kujtese që jeni për të pasqyruar këto të vërteta dhe nuk është era e parë që pas diskutojmë, por unë do të sugjeroja që të kalojmë në një nivel tjetër nga diskutimi në propozime konkrete. Duhet që të bëhemi interlokutor për të gjitha institucionet që kanë detyrimin ligjor për të ndërmarrë hapa të tilla, të japin kontributin e tyre në mënyrë që këto përpjekje të mos ngelen vetëm idera apo në letër. Këto përpjekje të bëhen konkrete, këto projekte të realizohen. Unë jam fare dakord me juve që një qendër muzeale e konceptuar për kampet e përqendrimit në Lushnjë do të shërbente jo vetëm të së vërtetës, jo vetëm kujtesës, por mund të ishte fare mirë dhe një atraksion turistik. Kështu që autoriteti është i predispozuar në këtë iniciativë. Autoriteti përkrah çdo iniciativë të tillë nga pushteti vendor, nga Ministria e Linjës përkatëse që mblon çështjet muzeale dhe gjithë ekspertizën e vet me të gjitha mundësitë e veta i jep ndihmën që këto të ndërtohen sa më shpejt, në mënyrë sa më cilësore dhe fare mirë të flasim për një të vërtetë që akoma kanë nevojë të pasqyrohet me dokumenta, me dëshmi dhe me vende të vuajtjes të dënimit. Të rikthehen në gjendjen që kanë qenë me qëllim që të pasqyrojnë më mirë atë realitet të lidhur të asaj periudhe. Pyetja e fundit për ju, zoti Hoxha, për të lënë të lirë në angazhimet tuaja, ka të bëjë me
përfshirjen e sistemit arsimor në programe të veçanta ku pjesë e tyre të jetë edhe historia e kësaj periudhe për cilin duke folur. A është autoriteti DOS-e i përfshirë në një program ose në një projekt ku i është kërkuar partneritet për të ofruar, le të themi, një platformë ose një seri materialesh arkivore që të vinë në ndihmë sistemit arsimor, institucioneve përkatëse që të përfshihen në libra dhe në literaturën për mosha të ndryshme në forma të ndryshme? Nuk e di nëse e kuptova qartë pyetjen tuaj. Edukimi i brezave me historinë e të kaluarës. Po, pak a shumë kuptova idenë e pyetjes. Ajo që unë mund të them është që një nga rolet parësore që ka marrë autoriteti, sidomos këto 2-3 vitet e fundit, është edukimi qytetar. Dhe edukimi qytetar bëhet përmes disa platformave që janë ngritur në autoritetin e dosjeve, siç është Mësojmë nga e kaluara apo Klubi i librit. Neve vetëm para pak ditës ishim në Konisport për të promovuar një libër të shkrimtarit Ylli Polovina, i titulluar Ringjallja e Sejkove. Nuk besoj se ka shqiptar që nuk ka dëgjuar për tragedinë e familjes Sejko, Teme Sejko, Stao Sejko, djalit të tyre Sokol Sejko, i cili u vra në kombinatin e tekstileve në Berat për jashtme tentativ për Ivon Flakën kombinatit. Nëna e tyre, cila u vetvra pas të tyre dhimbjeve, pas të ekzekutuan burin, djali, punatin. Djali tjetër i mbetur gjallë i vetmi, Raimondi, kaloi burgun e tmerrshëm të Spasit për 8 vite. Dhe pikërisht për këtë, në bashkëpunim me pushtetin lokal, në bashkëpunim me shkollën Bido Sejko, ne dhe nxënësit e shkollës, me mësuesat e historisë të edukimit qytetar, ne përpiqemi që nëpërmjet këtyre historive, nëpërmjet këtyre librave, qoftë edhe artistik, ne të sjellim në vëmendje kujtesën, ne të sjellim kujtesë jo vetëm figura të persekutuara dhe ekzekutuara gjatë atij regjimit të egër, por të sjellim ngjarje dhe evente në mënyrë që këto qëllimi final është të bëhen pjesë të kurikulave në përshkolla, por është një iniciativë që kërkon përfshirjen e shumë institucioneve dhe padyshim që autoriteti do të vazhdojë përpjekjet gjithsesi që këto të bëhen pjesë e prekshme për shoqërinë dhe për brezat, për t'i njohur me qëllim që të mos përsëriten më histori të tilla vuajtjes, persekutimesh, burgimesh, internimesh, që fatkeqësisht shoqëria jonë i ka kaluar në masën më të madhe të mundshme. Dhe më të egër. Zoti Hoxha, unë të falenderoj për prezencën dhe opinionin tuaj në lidhje me autoritetin e informimit të dosjeve dhe sigurimit. Faleminderit juve dhe gjithë publikut. Shpresoj që informacioni juaj të lexohet në formën e dur nga institucionet lokale, Bashkia dhe Këshilli Bashkiak, për të kuptuar që ligji dhe morali janë dy gjëra të ndryshme, por që gjithmonë nëse përdoren në formën e dur, i shërbejnë shoqërisë dhe në mënyrë të veçantë stresave që janë ndjekur të prekur nga ky zhvillim i fundit. Punë të mbarë dhe sukses në menaxhimet tuaja. Të nderuar dëgjues, sapo mbyllim një intervistë me zotin Altin Hoxha, antar i Komisionit të Autoritetit Dosjeve, lidhur me situatën më të fundit. Ai dha një përshkrim jo shtërues, sepse hapësira që ligji i ka çfryzuar më së miri Bashkia dhe Këshilli Bashkiak. Shpresojmë që mos të ketë kjo arsyeja që është dhënë ky titull i qytetarënderi Gjergj Velos, një person që ka ushtruar funksionet e kryetarit të Komitetit Ekzekutiv të rrethit për 6 vjet. Por në të njëjtën kohë ka qenë kryetari i Komisionit të Internim të Bimeve dhe sot kanë dalë në dritë me 10 dokumente ku kanë firmën e tij që ka ndëshkuar zgjatja fati të dëbimit internimeve dhe shumë forma të tjera të cilat janë publikuar në rrjetet sociale. Pas publicitetit rikthehemi sërish bashkë me një tjetër intervistë në Radio Lusha me Mosh Kilqim Belukbashin.
Shtin tane se nga ku se ka arru